A ditë ku në kam do të rrihet 50.000 vite. Në kam 50.000 vite. Një ditë Allahu Gjelle Gjelaluhu 1.000 vetë tonat. Një ditë Allahu 1.000 vetë tonat. 50.000 vite me qësi dita do të rrihet në kam. Të të vënë reni. Në varët qëfare je. Në varët cëllës grupit akon. Pra, vazhdo në ajeti thot kështu. Wa in tad'u muthqalatun ila himliha la yuhmalu minha shay. Ajet trishtues për njerëzit që kanë mend. Thot do të vish ti on i burri nderuar. Do të vish ti o i gruaja e nderuar. Që ki jetun këtë botë disa vite, 50-60. Ke hecë në popull me fesat. Ke bajt fjallën prej njënit tërë të qetri. Ke marë njerëzit në përgoj. E ke hangër pasurin e huj. Ke hecë o i motra e me vdesh. Ke mendu se je moderne. Ke mendu se s'ka vdekje për tije. Ti ke mendu se nuk ka vërë faktikisht. Ti ke mendu se gjithmon jeton në bikini. Nuk jeton në bikini gjithmon. Nuk hecët përveç se Allahu që shka urnu oj gruja ndërua. Ke me dalë ditër e kiametit e ngarkuar me gjuna për të punëve që ka i ke bo. Nuk i ki konsideru se shka pëndohë me ti e ndunjo. Ke kujtu se kjo botë s'kaj. Ditën e gjikimit ashtë një vend dhe ka e një ura mbi gjahennëm. Me 1000 vite ki me hes mbi urën mbi te. Po shfar ure kanë thonë ulemat? E kanë prezentu ulemat kështu pas kanë thonë. Me hose kimi akres, me më prapë se shpata, me në zetë se zjarmi. Kjo gjemat sa shë vërtit. Kjo sa shë vërtit. Këtu s'ka për një me kur gjo për vetë se dishka pak. Që ajo dishka pak është. Me honë se shpata, me më prapë se shpata, me honë se kimi akres, me në zetë se zjari, për që ato shka punt për qasi ure i kanë pas. Ama jo për muslimonin o burra. Jo për Ramazangjien. Për Ramazangjien edhe për muslimonin është autostrat. Si shpo me ndoni ju? Kejt njerëzit një pas punë së veç a veç. Do mu qunë si firë. E me bo ibadet. E me bo namaz. Me bo nafile. Me ninu Ramazanin. Me bo namazin. Me bo haqin. Me fol drejt. Me shku në luft. Me dhonë sadat. Me dhonë zeqat. Me dhonë fitër. Edhe barabar me atë dhe pësëzin shka se kanë marë vesh për të punë. Edhe i këni edhe ati pësa kimi akrejasa. Ku ka kështu?